Por kjo i përket pjesës franceze. Dhe pjesa franceze është e qetë në pjesën e saj, sepse atje ekziston shteti, e gjithë problemi është që benzina merr ujë këtu ke ne. Dhe shteti francez sigurisht do ta ekstradojë këtu. Ky është bashkë me Angela Gassi kaj? Ergyes Agasi. Ergyes Agasi. Edhe ai vërtetet i pakapur, sa thonë që është këtu vërdall. Edhe ai është në kërkim për të njëjtat histori, dhe vim tek Akshi. Ata do ta sjellin sepse është me kërkim nga Spaku, edhe sigurisht nuk ka pengesë ligjore për ekstradimin e tij, edhe ai do të vi këtu. Këtu pastaj do të shikojmë se ç'do të bëj Spaku. Sepse Spaku po na shfaqet shumë soft ndaj këtyre aferave. Shikoni pse është kjo? Se duket edhe mirë opozita që e kanë ngritur zëra nga opozita gjithmonë këtë, po edhe në protestën tani që mbush ditën e 60 sot duket se po rritet ky padurimi ndaj veprimeve të drejtësisë posaçme që nuk po lëviz sa duhet aq shpejt. Po sepse për ditë po reklamohen zbarkime të Spakut. Zbarkim këtu, zbarkim atje, u sekuestruan. Dhe ndërkohë, politika penale po zbutet. Nuk ndodh ndonjëherë në historinë e drejtësisë, nga pikpamja teknike, juridike dhe procedurale penale, që të grumbullohen prova ditë pas dite, dokumentat të cilat inkriminojnë dhe fajsojnë persona të caktuar, dhe ndaj tyre si fillim merret një masë dhe pastaj masa zbutet. Kanë dalë gjithë 5 D-ja e Bashkisë Tiranës kanë dalë nga burgu. Nuk është problemi të rrinë në burg domosdoshmërisht. Problemi është merri gjykoj, mos i mbajnë në burg duke mos i hetuar, sepse këta mbajnë në burg duke mos u hetuar, ose duke devijuar hetimin jo aty ku duhet, por në drejtime të tjera dhe përfundojnë me akuza qesharake. Kështu që Spaku është bërë palë me krimin. Del momentin kur do t'rregoj që ky Spak e lufton krimin dhe jo zbarkon, i merr dokumentat. Nuk ka nevojë krimi t'ia ruaj Spakut dokumentat. Dokumentat e Spakut duhen, dokumentat e krimit duhet të sekuestrohen nga Spaku për të futur krimin në shpatulla për murje dhe për të arritur atë qëllim që ka Spaku. Dhe kjo është një histori tjetër, sepse unë nuk mund të kuptoj dot, se po dal pak nga kjo temë. Nuk mund të arrit të kuptoj dot që Erion Velia tashmë është në gjykim të çështjes dhe këta kujtohen sikur e njohin sot Erion Velin dhe hyn ndërtimeve pa leje. Ndërkohë që çështja e ndërtimeve pa leje apo pastrimit të parave nëpërmjet këtyre ndërtimeve pa leje, qoftë dhe me leje, se me leje janë shumica, po me para që nuk dalin nga sistemi bankar. Këto të thëna nga opozita, këto të thëna nga Agjencia Ndërkombëtare, nga emisione investigative, nuk është një burim i vetëm, zoti Paruca. Dhe Spaku i ka parë këto, dhe Spaku pikërisht tani zbarkon. Për mua, Spaku bën fushat. Pra, ecën me një fushat në terren për të krijuar idenë që këtu po luhet, po goditet krimi, e kupton? Dhe tash Spaku, e dini juve, zbarkosh në 27-28 korrik, gushti është pushim, në shtator do kenë ngjarje të tjera, askush nuk do ta ngrejë më këtë problem. Pra, e kam thënë, kalendari është politik edhe hileqar. Nuk bën kot këto. Tash ti marrin zgjatin për Belinda Ballukun. Dakor, ata janë me leje. Një muaj ikën. Kur do të bëjnë kërkesën në kuvend këta, ndërkohë që kuvendi, sepse shikoni ç'bën për Belinda Ballukun. Këta vajtë me shkelje barazisë tendere kërkuar arrest në burg. Tash i akuzojnë për korrupsion dhe pasim produktesh veprës penale dhe zotëria kryetari drejtuesi i Spakut thotë do ta çmojmë, thotë. Po si mund ta çmosh kur ti për një akuzë qesharake kërkon arrest dhe për një akuzë qëndësishme, ti duhet të mendohesh për ndërkohë që provat janë po ato. Dhe kjo është e tmerrshme, bile janë shtuar provat në drejtim të akuzës pastrimit të produkteve veprës penale. Edhe të themi tek Akshi. Akshi është lopa të cilës Rama i ka pirë qumshin deri tash ti në fund do t'i marrë dhe mishin, edhe lëkurën, edhe të gjitha.